Esselamu alaikum të dashur fëmijë, a jeni kuriozët të dini kush është Allahu? Si mund të njohim më të më mira? Sot do të flasim për një sure të shkurtër por shumë të fuqishme. Ajo na mëson kush është Allahu. Kjo është surja Ikhlas, një nga thesaret e Kuranit. Le ta kuptojmë së bashku këtë dhuratë nga Allahu i Madhëruar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lem yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surja Ikhlas. Kjo sure tregon për njohurinë e Allahut, tauhidin që është themeli i fesë. Kjo sure quhet surja e sinqeritetit. Pse u zbrit kjo sure? Ubej ibn Kab ka përcjell se shkak për zbritjen e kësaj surjeje ka qenë një kërkesë e lojtarëve arabe që i bënë profetin Muhammed alayhis salam duke i thënë: "Na përshkruaj Zotin tënd." Atëherë Allahu zbriti këtë sure. Përkthimi në shqip. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, thuaj, ai është Allahu një i vetëm. Allahu është absoluti të cilit i nështrohet çdo gjë. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë me të. Tefsiri i shkurtër i surës, thuaju, Allahu është një i vetëm. Allahu nuk ka as ortak, fëmijë, familje. Thuaju o Muhammed alayhis salam që të gjitha lutjet, namazet, kurbanet, adhurimet duhet të ja drejtojmë vetëm Allahut. Allahu është Es-Samed. Allahu është i panevojshëm për krijesat, kurse të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun. Krijesat kanë nevojë për ushqim, pije, të flenë, të martohen, kurse Allahu nuk ka nevojë as të hajë, as të flejë, as të ketë të familje, sepse ai është krijuesi, furnizuesi i njerëzve dhe nuk e ka pas kotja as gjumi. Nuk ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Allahu nuk është i lindur sepse çdo gjë që lind një ditë i vjen fundi. Ai është krijuesi, nuk ka fillim dhe as fund. Dhe askush nuk është i barabartë me të, asgjë nuk është i barabartë me Allahun, sepse ai është unik në krijim, sundim, emër, cilësi. Vlera e kësaj sure. Sipas një transmetimi, profeti Muhammed alayhis salam thotë: "Leximi i surës Ikhlas ka vlerën e 1/3 së Kuranit."